Sa herë që Berisha thret një protest, përpiqet të gjejë një model proteste që shpreson se motivon pjesëmarrjen. Nëse ja lexoni deklaratat në 30 vitet e fundit që merret me protesta, më së shumti i pëlqejnë protestat e Beogradit, që prej vitit 1996, kur i bënte thirrje Rugovës të mbështeste protestat e Beogradit e deri sot, gjithmonë u bën thirrje shqiptarëve të frymëzohen prej tyre. Sa për statistikë, prej vitit 1996 e deri te protestat e fundit në Beograd, janë ndruar 50 president pas Miloševićit, që ishte bashkëkohës i Berishës, dhe një rezultat i tillë natyrisht i bën protestat frymëzuese. Vetëm në Shqipëri ndodh që prej vitit 1997 protestat i udhëheq gjithmonë i njëjti njeri dhe nuk fiton asnjëherë. Në Bangladesh, po ashtu. Protestat nuk është se i bën Gjenerata Z, por i udhëheq Gjenerata Z. Udhëheqësi i tyre është dikush që disa ditë para protestës nuk e njihte askush. Është dikush i lindur nga protesta dhe ai natyrisht frymëzon shokët e vet. Gjenerata Z në Shqipëri e ka katërgjysh Sali Berishën. Si mundet që një brez 20 vjeçarësh të luftojnë për të ardhmen e një 81 vjeçari dhe të jenë të frymëzuar?